Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot i ftuari im është një mjeshtër i madh. I ftuari im sot është një figurë e njohur e artit, skenarist, regjisor, por edhe aktor. Me mua sot në studio është mjeshtri i madh Arjan Çuliqi. Mirëmëngjes Arjan, mirë se erdhe në studion ton. Vetëm 2 ditë më parë keni marrë një titull do thosha mjaft të bukur, siç është mjeshtër i madh. Si ndjeheni? Unë ndjehem shumë mirë dhe ju jam mirënjohës gjithë atyre që kanë punu me mu, por në radhë parë atyre që mundësuan dhënien e këtij titulli, Bashkisë Shkodrës, kryetarës bashkisë, drejtoresë teatrit Migjeni, cilët propozuan këtë titull. Dhe megjitha, brenda këtij titulli, mendoj unë, brenda krijimtarisë ose vlerësimit të krijimtarisë së dikujt, është edhe publiku. Se mendoj që publiku është ai vlerësuesi më i mirë i çdo lloj titulli ose i çdo lloj pune. Dhe titulli, që më thanë, që mjeshtër i madh, është një konfirmim ose një zyrtarizim i një pune që bën një krijues, një artist. Po, në fakt ju e prisnit këtë, apo ishte diçka që erdhi në një kohë, natyrisht që ju vazhdoni të jeni shumë aktiv, shumë prodhues, shumë me suksese të vazhdueshme? Unë dhënien e titullit, ndoshta titullin, që të jemi sinqert, e kam pritur edhe me kohë, por dhënien e titullit atë natë ishte një befasi shumë e bukur. Nuk me kishin as konfirmuar, as njoftuar, as gjatë, si duket e lanë për organizatorët e lanë për surprizë, po atë natë që unë kishe dokumentarin për 70 vjetorin e teatrit Migjeni. Edhe ishte një këndësi e madhe që ta marrësh atë titull në atë skenë të magjishme që siç është teatri Migjeni, që është skena ku kemi filluar të hypim në atë skenë, kam hypë qysh 8-9 vjeç, kam hypë në një pozicion tjetër, si kitarist kam hypë, pavarësisht se kam qenë kitaristi më i dobët në Shkodër, po kënaqësia ishte që domethënë në skenë, unë e kam thënë edhe atë natë që kur sapo të hypesh në skenë të duket vetja artist, domethënë fillon një iluzion, fillon një ëndër, është dhe çuditshme, dhe kjo ndoshta njeh gjithë rrugën, edhe unë jam, domethënë, mesatarisht i kënaqur me veten, se duket se sikur e kam arrit atë ëndër. Ndoshta duhet edhe më shumë, ndoshta nuk e di, atë e vlerëson publiku, se fundit thash edhe një herë, për mu vlerësimi është i publikut, është mbi gjithçka. Tjerat janë. Artisti është gjithmonë përballë publikut dhe aty është dorëtërkitja më e madhe, aty është impakti. Nëse një vepër jeton, ajo përcillet në publik dhe ai e shpërndan, ai e përjeton atë. Në fakt, krijimtaria juaj është përkundur si në një shtrat me shumë këmbë, ku në njërin anë është krijimtaria, ju jeni skenarist, ju jeni regjisor, ju jeni aktor, pra janë disa realitete që ju i përjetoni herë paralelisht. Mendon se këto kanë ardhur vetvetjut që herët tek ju, apo janë bashkuar më pas me punën, duke i shtuar detyra njëra pas tjetrës vetes derisa vepra juaj të dalë plot? Unë mendoj se janë, duket në pamjet parë sikur ndahen, domethënë skenaristi s'ka lidhje me regjisorin ose aktori me skenarin, por domethënë dëshira e madhe, flas atëherë kur unë i kam bërë 3 pozicionet, se në përgjithësi nuk i kam bërë
pritëria, nuk kam qenë gjithmonë aktor, regjisor, skenarist, por skenarist dhe regjisor shumë herë. Aktor keni qenë të gjitha herët jam skenarist dhe regjisor, por si aktor kam dalë më pak për arsye të shumë kushteve, jo për arsye të dëshirës, se dëshira mund të qenë e madhe, por unë kur marr një përsipër të bëj një film apo një komedi, në radhë parë kur bëj zgjedhjen, qef kam ta fus edhe veten, po ngaherë nuk e meritoj, edhe e largoj, edhe marr një aktor tjetër që po gjithsesi të jesh skenarist dhe regjisor një herë do të thotë që ta konceptosh veprën të tërën si atë produktin më cilësor që i jepet një vepre apo një pune, një produkti. Janë disa mendime kështu që mira është që dikush ta shkruajnë skenarin dhe dikush ta realizojnë atë. Unë do të nga përvoja ime tham që atë ide që ka skenaristi kur është vetë regjisor e çon më tej, sepse e din ku i dhe ku i djeg skenarit dhe din si manevroj me atë skenar, me atë produkt, se si punoj me karakteret e figurat artistike. Ju keni zgjedhur gjithmonë zhanrin komik. Dhe kjo është ajo fusha juaj e gjelbër, ku luani, ku bërni natyrisht xhonglerin shpesh me të gjitha tiparet që keni skalitur, keni zgjedhur fushën e ekranit dhe jo të skenës. Pra, keni disa specifika që ju i keni zgjedhur, nuk keni zgjedhur dramën, nuk keni zgjedhur skenën e teatrit për veprat tuaja, por ekranin dhe zhanrin komik. Një zgjedhje që lidhet me personin tuaj, me diçka që ka të bëjë me karakteristikën tuaj artistike? Jo, ne mendoj që unë kam provuar shumë skenën, ma përpara skenën se sa filmi, se filmi ka ardhur më vonë, ashtu. Por unë ndjehem shumë mirë me realizimet në film, dhe më thanë, sidomos në komedia, dhe më thanë, humori, unë e kam të mendshme, dhe më thanë, një realitet jetësor, mu më përkthehet në një ekuivalencë filmike, po me humor. Dhe më thanë, një ngjarje që mund të jetë shumë dramatike, unë shëp tek ajo pjesën komike, se si që thojnë, humori është shkalla më lartë e seriozitetit. Dhe po të shohësh veprat tuaja, filmat tuaj komik, ka të bëj me mjaftan të realitetit të prekshme që secili ndoshta e ndjen veten pjesëmarrës. Individi përballë individit, individi përballë shoqërisë në tema sociale, në tema rinore, në tema familjare. Kjo ju bën shumë të vëmendshëm gjatë proceseve jetësore për të thithur, për të marrë, për të eksploruar dhe më pas për të gjetur anën artistike, apo jo? Unë, si çdo krijues, jam edhe qytetar i këtij realiteti dhe jam njëkohësisht edhe pjesëmarrës në jetën e përditshme. Dhe duke qenë krijues, mund të kapi tema, ngjarje të ndryshme të cilat unë i shënoj, i skicoj, i shkyj më vonë, disa mesin, dhe disa transplatohen në një mënyrë të vetëdijshme për të prestuar për art, për të prestuar, se jo çdo ngjarje, më thënë, mund të përkthehet në art. Mund të jetë një ngjarje shumë e rëndë ose shumë e bukur, shumë me humor, por nuk ka të bëjë me artin. Arti është një shkallë e lartë, një shkallë e nënvetëdijshme e artistit, nuk nollën e vetëdije. Do të thënë, nga shumë ngjarje, mundin vetëdije mund të jetë një që preston për të bë film apo komedi apo. Ju keni realizuar shumë pjesë mjaft të bukura, janë të shumta, 22 filma komedi që ju keni realizuar
po të përmendim vetëm disa: Dashi pa brir, Fjalë kryqi, Prallë moderne, e të tjerë. Do desha të dija se këto kanë ardhur natyrisht si një rrugë suksesi dhe tashmë ju e keni i ndjeni sigurt. A shihni filmat tuaj? A dëshironi që her pas here të mendoni se kjo gjë mund të ishte ndryshuar, apo i keni lënë ashtu dhe ju duken mjaft të përfunduar? Unë thëmë drejtin, kur i shoh, herë kur i shoh filmet e mi, kam edhe emocione kretë veçanta që mund të ketë ndoshta edhe çdo artist, po ka momente shpesh që mu m'pëlqen vetja. Ta them me sinqeritet, domethënë edhe mu m'pëlqen, domethënë shumë gjëra që janë bërë aty, jo vetja si aktore, jo, po them si vetja në film, sepse janë bërë me shumë sakrifisa dhe them se si ka mundësi që i kam arritur me një buxhet minimal, me aktorë që kam pas aty, aktorët më të mirë në Shqipëri, domethënë një aktor që vështirë si i vinë ma këtij vendi, domethënë një aktor si Gjelami Loti, si Alego Prodani, si Sejfullah Miftari, si Besnik Qinari, si aktor që Paulin Preka. Po më kujtohet pak sonte dhe ndoshta me këtë cast ju keni qenë edhe ju vetë pjesëmarrës si interpretues, ashtu siç edhe tek Dashi pa brir. Por duke përmendur këtë cast të mirë aktorësh që ju keni aktivizuar, sa i kanë dhënë ata veprave tuaja, sa e kanë shumëfishuar artin komik në to? Sigurisht, unë ishe, kur kam drejtu këta aktor, më kam qenë me 20 vjetë më i vogël se këta, dhe ti drejtosh këta, domethënë është edhe kënaqësi, edhe përgjegjësi, edhe një lloj ndrojtje se do të punoshe me takse. Këta ishin aktorë të skenës shumë të mirë, pavarësisht se në film ka një procedurë tjetër, filmi edhe domethënë ka një marrëdhënie disi një tonalitet, mund ta them kështu, tjetër, dhe ky lloj domethënë këtë lloj sugjerime që i bëshe unë, i bëshe me shumë takt, dhe unë me ata, domethënë shpesh ata detyra që i jepshe unë u ma gjepshe për i lojës këtyne, se jo vetëm që e kuptoshin detyrën, po mu më befasoshin me lojën e tyre të mrekullueshme, brillante. Në fakt, kur dëgjojmë për një artist si qeni ju nga Shkodra, nuk kemi se si t'i shmangemi pyetjes. Ariani dhe Shkodra, sa i kanë dhënë njëri tjetrit, ose sa keni marrë nga Shkodra për humorin, për ndjesitë tuaja artistike, sidomos në fushën komike? Unë, them drejtën, jam shumë mirënjohës në Shkodrës, domethënë kam mësu shumë, kam marrë shumë, domethënë gjithçka që është tek unë, i vjen era Shkodër, ka atë aromen e Shkodrës, ka si më thënë ujin e Shkodrës, dhe normalisht që unë sado që mundohem që t'i them gjanat në univers, në kuptimin po në një plan më gjerë, në plan më gjerë, temat jenë universale, po një sy vëmendshëm kritikut, po them, e dallon që unë kam shumë gjana shkodranqe. Është vërtet. Sepse mund të shmangesh nga një qytet i humorit, një qytet artit, një qytet me një histori të jashtëzakonshme, të lavdishme, domethënë, dhe të kesh lind në qytet, domethënë, vetëm të kesh kalu ko deri te ura bunç, tham që ki marrë diçka nga ky qytet, jo unë që kam mësu muzikë, kam mësu letërsi në ky qytet, kam pas njerëz të afërt, kam mësu nga ky teatri Migjeni, kam mësu jashtëzakonisht shumë, dhe kam marrë ku është më mirë, dhe ku merresh ku është më mirë në qytetin më të mirë,
Tham që është shumë për mua dhe unë jam shumë mirë njohës, dhe më thamë kam marrë shumë nga ky qytet dhe më duket se kam dhënë pak. Besoj se nuk është krejt ashtu, por pak më herët thatë që fillimet tuaja kanë qenë në skenë si kitarist shumë herët. Unë nuk e dija. Si kanë qenë këto fillime, qoftë me muzikën, por edhe me artin skenik? Këtë pjesën e kitarës, se Shkodra në përgjithësi është shujt që t'jemi vërtet për instrumenta, do të thënë, për veglat e tungjit, për pjesët e pianos, violinat që të jashtëzakonshme. Instrumenta klasik. Për gjitha instrumentat është shu, për nuk është shu për kitarë. Është e çuditshme kjo, po kjo është një e vërtet. Po. Megjithatë ka pas me sa më i mendoj 3-4 kitaristat të jashtëzakonshëm, ndoshta më të mirë në Shqipëri, s'mund nuk po hi fort kësaj analize se nuk jam aq i aftë në muzikë sa për të bërë kësi vlerësimet. Po. Por edhe në këta kitaristat që unë po tham, flas për brezin tim që nuk ishin aq të mirë, unë gjithmonë ishe më i dobët. Po, se keni qenë gjithmonë nxënës për të kapur Kënaësia e marrënit me muzikë është se mu më ka mësu kitarën Qesjakove, dhe më thanë, për ta mësu kitarën e ka mësu, dhe më thanë, tamam, e ka mësu, jo, kështu si... Pra, e keni mësuar me baza muzikore. Por nuk e kam ditë kur kitarën, dhe më thanë, nuk e kam marrë kur, si ka zotnia që është aty. Është kolegu ynë Eugen Balca. Dhe kur e kam dëgjuar një herë Eugen Balcën, i kisha thënë një shokut se i kam marrë kitarë se kështu, po kur e dëgjova një natë në Tiranë, me rritëp se që i thash se i kam marrë dhe unë kitarë, po kur e pash dhe dëgjova këtë, të betoj me thamë me sinqeritet më të madh. Po, Arian, megjithatë përveç muzikës, ju patjetër keni patur ndjesi të tjera, sepse përndryshe nuk mund të kuptohet ajo hershmëri që keni patur me skenën, me aktrimin, me pjesëmarrjen në aktivitete të asaj kohe, apo jo? Sepse përndryshe nuk keni patur mundësinë që të shkoni në Institutin e Arteve, në Universitetin e Arteve për aktrim, apo jo? Kjo ka notë që gjitha këta unë i kam marrë nga pak, dhe më thanë që muzika më ka ndihmu në regji, për shembull, të ndihmon shumë, dhe më thanë që për çdo gjë, dhe më thanë, kam idenë se muzika të ndihmon edhe ata që i merren me matematikë. Muzika është zjarri i shpirtit. Është një ushqim që është i domosdoshëm, dhe më thanë, një njeri që do më marrë me art, qose është larg muzikës, dhe më thanë, është kot që merret. Po. Si shtojnë edhe piktura, është muzikë. Ka muzikë. Dhe ju më pas dolët në skenë jo vetëm për muzikën, por edhe për aktivitetet të tjera, po jo? Po jam marrë me klubin e rinis, Herojt e Vigut në atë kohë. Jam marrë me shkollat e mesme, në ata aktivitetet e famshme që kanë për çudi kanë fillu, domethënë për çudi që ishte i periudhë që në Shkodër sot ka shumë aktivitete, falë bashkëpuninë bashkisë me teatrin Migjenin, ka shumë aktivitete rinore kështu dhe arsyeja që ndoshta e kete pika tjetër që unë kam marrë në Shkodër, kam marrë për të bërë një festival të marrëkombëtar të humorit. Po unë përpara se të shkojmë te ajo pikë, do desha të dija, sepse puna juaj e përditshme lidhet me këtë zhanër. Dhe natyrisht puna në televizion ju jep shumë çka, apo jo? Më vjen jashtëzakonisht mirë që dokumentari për 70 vjetorin e teatrit Migjeni pati ashtë sukses, ashtu si që një vit më parë dokumentari për 60 vjetorin e estradës, të dyja në autorsin tuaj. Si keni punuar për të realizuar dokumentar kaq të bukur dhe të suksesshëm? Për të dy dokumentarët ishte
mendimi i Rita Gjeks, drejtoresh, që dokumentarin për estradën dhe dokumentarin për teatrin ta bajon, kemon autorsin. Ishte një detyrë sa e bukur në pamjet parë për mu, se të flasësh për teatrin më gjeni, një shodran, një krijues, është gjë e madhe që i jepet një herë në jetë që ta realizoj këtë, po ishte një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. E tham me të vërtetë se është një përgjegjësi sepse teatri Migjeni ka një histori të lavdishme, një histori të pafund me figura të jashtëzakonshme ndoshta edhe marrë shqiptare edhe për te dhe do të thoshe që të flasësh për këta figura në një minutazhi të caktuar është tepër e vështirë për dhënë dhe lavdinë e tyre, por edhe për ta përcjell atë sa më bukur tek publiku që do ta shohin. Pikërisht duke patur një histori të tillë, suksesi, besoj se aq sa shumë materiale mund të keni patur, aq edhe vështirësi për të selektuar dhe për të përshkruar të gjithë këtë rrugë me figura të tilla madhore, apo jo? Po pra, këtë rrugtim të teatrit Migjeni për ta dhënë në një orë pak minuta më krijon të mua vështirësi, njëkohësisht edhe kënaqësi, domethënë ishin të njëkohshme, sepse domethënë aty nuk din njeriu kur do me seleksionu, nuk din këtë heku, këtë ve, domethënë se janë figurat një pas njëshme, është një histori krejt unike. Domethënë nuk ka teatr me këtë histori, domethënë nuk ka qytet me këtë histori artit. Është qyteti që ndoshta duhet me bëj një dokumentar tjetër për herë të parë, duhet me thënë se më duket se në këtë qytet ka ndodhur shumë gjëra për herë të parë. Po, është krejt e vërtet. Dhe siç duket ju diçka pas keni filluar në mbrojtjen e një ideje për herë të parë, kjo ishte në Shkodër. Për shembull, diçka shumë e bukur. Ndoshta edhe më lindni tash. Le ta shënojmë këtë datë, sepse mund të jetë, kështu janë krijuesit. Vetëm një fije shkrepse duan dhe pastaj flaka e frymëzimit merr dhënë. Arian, keni dëshirë, e di që është një aktivitet shumë i afërt këtu në Shkodër. Festivali Mbar Kombëtar i Humorit, një titull që ngjall interes për herë të parë. Alp Komik në datat 8, 9 dhe 10 në Shkodër, në skenën e teatrit Migjeni përsëri. Atëherë, çfarë është Alp Komik? Alp Komik është një festival, ose më mirë thënë një fest e miqve të humorit. Janë të ftuar gjithë aktorët më të mirë të vendit tonë, domethënë edhe të Shqipërisë, po edhe të Kosovës. Është i ftuar Çumili nga Gjakova, Luftar Pajo, janë ftuar parodisat e Vlorës, janë Albano Prodani, është i ftuar nga Dibra Agim Skara, janë shumë bashkë me aktorë e mirënjohur si Zilja Miloti, Zevdeda, Besnik Sinari, Edmond Halili, që vjen nga që përfaqësuesi i Durrësit kësaj herë. Po. Dhe në këtë marrin pjesë dhe shumë aktorë të ri, dhe kjo është tendenca e festivalit, që të shfaqen që në Shkodër dhe në qytete tjera, po në Shkodër unë besoj se ka talentet pa fund. Pikërisht këta talente unë kam dëshirë t'i shoh në skenë. T'i shoh në skenë ashtu siç na kanë nxjerrë një ata mësuesat tanë që unë di përmendja pa fund, që na inkurajoshin edhe atje kur ne ishim më pa talentuar, më të kudi unë ishim në fillimin e prirjeve të funksionote, domethënë funksionoshin konkurimet, funksionoshin spektaklet, ata format si që ishin në atë kohë, po dhe domethënë tendenca e jonë, e stafit drejtues është që të realizojmë ndërfutjen e
aktorëve profesionistë, aktorëve të qytetet tjera me njëri tjetrin, por njëkohësisht luajnë edhe shumë të rinj, shfaqin talentin e tyre dhe aty që kemi përzgjedhur do të jetë një befasi e këtyne daljes të këtyne aktorëve të rinj. Me sa po ma merr mendja që kanë 3 shfaqje në 3 net, apo jo? Po. To janë të ndërthura me njëra tjetrën, janë aktor nga qytete të ndryshme në njërin natë dhe po kështu në netët në vijim. Po në 3 net janë aktor të ndryshëm, që luajnë materiale të ndryshme, janë për herë të parë bën një shfaqje, domethënë të tipit me stand-up komedi, me paradoks, me sketch mirëfillt klasik, me dialog, Pra me monolog, zhanret me janë të panonim, ndryshme. janë në zhanret ndryshme të E keni humorit. patur vështirë që të përzgjidhni, të selektoni deri në ardhjen e këtyre netëve, po i quaj finale të këtij konkurrimi Alp Comic? Ka qenë një show-un, ftesën e kanë pas të hapur, domethënë që sidomos për të rinj që të marrin pjesë me forma nga më të ndryshme, se sot humori bëhet skenik, bëhet show, bëhet në forma nga më të ndryshme, dhe pikërisht për t'i dhënë një lloj modernitetit skenës, unë mendoj se pikërisht janë këto të rinj që do të fusin një frym tjetër në një estradë, po i thënë, të dikushme. A e keni patur vështirë edhe në aspektin e cilësisë, domethënë që me gjithë vlerat e prurjeve të reja, ato të kenë standardin artistik të humorit të shëndosh, sepse publiku është tepër i ndjeshëm ndaj cilësisë artistike. Sigurisht, përgjegjësia ka qenë e madhe në seleksionimin e këtyre materialeve, se thash, përveç formave, dhënë edhe tematikat mos jenë të njëjta dhe si aktorët shfaqnin disa forma ose pamje ose subjekte të reja, qoftë në përmajtje, po qoftë edhe në formë, domethënë në paraqitjen e tyre skenike, domethënë jemi munduar që shfaqja të qëndroj unike si një e vetme me shumë në shtresa, me shumë aktor, me shumë nërfutje, se për herë të parë luajnë një aktor i Peshkopis, me një aktor të Durrësit, me një aktor të Korç. Pra është një ndërthurje. Një ndërthurje që nuk është bërë. Kush e organizon këtë aktivitet? Kjo është bashkëpunim i Ministrisë Kulturës, i Bashkisë Shkodrës, i Radio Televizionit Shqiptar. Është një aktivitet që me këtë titull organizohet për herë të parë? Për herë të parë. E pse zgjodhët Shkodrën? Apo ishte... Zgjodha Shkodrën se mendoj se në Shkodër i takon që të ketë një festival të humorit. Sepse është qyteti e donin prej kohësh, megjithse në vitet 80 kanë qenë ditët e humorit etj. Besoni se do të me këtë hap të parë do të kthehet në një traditë ky takim? Unë besoj shumë se do të jetë një shfaqje që do të lajnë mresa për publikun, dhe mendoj se kjo do të mesin traditë, dhe kjo është edhe qëllimi edhe dëshira e madhe e ime që kjo festival vazhdojnë. Si festival do të ketë vlerësimin e një takimi apo vlerësim edhe me çmime? Jo, domethënë ne kemi si surprizë këtë punën e çmimeve, domethënë se unë mendoj se çmimi më i madh që mund të marrin e ka të sigur që e ka publiku shëdran. Sa bukur. Mirë, çdo gjë mbetet për të parë dhe për të ndjekur në datat 8, 9 dhe 10 nëntor në skenën e teatrit Migjeni. Ishte Arjan Çuliqi, mjeshtër i madh. Faleminderit shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Na dhat shumë të shka në këtë mëngjes, kënaqësinë e titullit që ju keni marrë para 2 ditësh, por edhe curinë tuaj artistike, ndjesitë dhe raportet që ju keni krijuar me artin tuaj dhe me veprat që ju krijoni, me ndjesitë e ecjes këtij arti në ditët në përditshmëri, por edhe me aktivitetin më të fundit.
Keni thënë që për herë të parë në Shkodër mund të jetë një projekt i arshëm i juaj, i cili në këtë momente në studion Mirëmëngjes Shkodër ndezi një dritë jeshile. Unë uroj sukses. Jo vetëm për të, por në të gjithë krijimtarinë tuaj. Shëndet e jetë dhe mbarësi. Sukses e gjithmonë Arjan. Faleminderit shumë që ishit sot në studion. Faleminderit për jush. Faleminderit.